Cili është kujtimi më i bukur dhe më i veçantë që ti ke me motrën tënde? Që by the way e komplimentojmë, ishte shumë simpatike. Te fotot e fundit veçanërisht dallon të si. Motra, në qoftë se ti e ke parë vetë, është shumë e bukur. Pa. Ajo është, nuk e di, është një princeshe vizatuar. Domethënë, çka kanë qenë gjitha genet më të bukura të familjes, i ka motra, i ka marrë të gjitha. Si princesha Sisi. Mua atë më kujton, nuk e di pse. Edhe me të kam një lidhje shumë të veçantë. Motra jeton në Itali me të dashurinë e saj, edhe kujtimi më i bukur që un kam me të, kur kemi qenë në Itali bashk, sado që ne kemi 6 vite diferencë, ne kishim dhomën e gjumit e kishim bashk, kishim 2 krevatet edhe i kishim të ndara, po ne gjithmonë ato krevate i ngjitsim që të flinim bashk. Edhe gjendeshim ndonjëherë, arrinim duke fillonim bisedën në orën 8 të darkës, se shtriheshim për gjumë, dhe shifnim telefonin, ishte ora 4 e mëngjesit. Domethënë, ajo vazhdonte me pyetjet e saj, se thoshte që e adhuronte se si unë i shpjegoja gjërat. Ajo më bënte pyetje edhe unë i flisnim për të ardhmen, fantazonim në kokën tënde se si do ishte jeta jonë dhe ja ku jemi sot. Ju imagjinoj aty të dyja, të vogla, kishim 2 arush. Italisht, kam shumë kuriozitet. Italisht, po. Me motrën flasim italisht. Motra nuk e ka edhe aq shumë gjuhën shqipe. E ka, domethënë e mbron, por jo edhe aq shumë. Kuptoj, domethënë. Edhe mami mos qaj, pse çanti. Edhe është shumë komike. Motra është, domethënë, motra është pasqyrimi. Do ta them kështu, po, në të gjitha ato aspektet ku mua më është dashur që të isha pak më serioze, sepse e ndjeja që kisha detyrimet e familjes, motra është ajo ana fëmijërore, që i shfaq komplet të gjitha ato ndjesitë pozitive, atë anën komike, ajo është në botën e saj, domethënë, po është. Dhe kjo prap tregon për ju si familje, për ty si Gjesh, se prap ti ke marrë ato përplasjet dhe sfidat më në rast të parë, dhe ajo ka qenë pak në prapavi. Po, ashtu është e vërtet. Kam vepruar si mbrojtës në një farë mënyre, po ndjehem shumë krenare për këtë.